lija e deleve dhe dhive në Kosovë dhe për të parë se si është situata aktualisht në vendin tonë, nëse kemi pra kafshë të izoluara të cilat janë prekur me këtë sëmundje apo në çfarë stadi të rrezikut është aktualisht kjo sëmundje dhe përhapja e saj në vendin tonë. Për të diskutuar për këtë temë do të kemi mundësinë të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me drejtorin e Departamentit për Shëndetin dhe Mirëqenien e Kafshëve në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Me ne është Sadik Heta. Zotër Heta, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pra kemi parë që është konfirmuar rastet me litë të deleve dhe dhive në vendin tonë. Fillimisht do doja të bënim një sqarim se çfarë nënkupton kjo sëmundje, si prekën kafshët nga ajo dhe nëse si e kemi situatën aktualisht, nëse kemi raste të izoluara apo si qëndrojmë. Po, fillimisht faleminderit për ftesën dhe faleminderit që kuptoni rëndësi aq të madhe ju si media të sëmundjeve të kafshëve, të cilat në shumicën e raste kanë karakter zonotik edhe ekonomik. Në rastin që po flasim për sëmundjen lija e dhënëve apo shqipok që quajmë ne në zhargonin veterinar, është një sëmundje virale e cila prek kryesisht delet e dhidon, dy specie të kafshëve të cilat më shumë të preken nga kjo sëmundje. Është një sëmundje që për herë të parë në Kosovë ka shpërthyer gjatë muajit, 2 muaj përpara në Ferizaj. Mi po fatkeqësisht kemi edhe konfirmimin e tretë gjatë javës të kaluar në fshatin Delos të komunës së Varrikës, ku dikon rreth 130 dele të kësaj ferme, pjesa më e madhe janë infektuar me këtë sëmundje dhe ne si autoritet, posa kemi marrë informacionin që ka dyshime që kjo sëmundje është në këtë fermë, kemi marrë gjitha masat, duke marrë mosat gjakut, duke analizuar në laboratorin e ushqimit dhe veterinarisë. Dhe pas analizimit e këtyre rezultateve është konfirmuar prezenca e listë së dhënëve në këtë fermë. Masat e ndërmarra nga agjencioni kanë nënkuptuar që është izoluar ferma, janë vetëm hulumtim diagnostik edhe në fermat përreth dhe ferma është azhësuar dhe si sëmundje si vatër është mbyllur për momentin. Pra aktualisht nuk kemi raste të tjera të konfirmuara deri tani. Ne jemi në hulumtime sipër të gjitha rastet përreth fermave, sidomos në zona 3 km apo 10 km në hulumtim. Nuk kemi raste të evidentuara të reja, situata është duke u përcjellur, fatkeqësisht kjo sëmundje është duke qarkulluar në vend të rajonit të Evropës dhe ne jemi të përgatitur që mund të kemi edhe raste të reja ditëve në vazhdim. Mi po së që tjetë për momentin situata është e qetë dhe shpresojmë që mos kemi raste të reja. Zotëri Heta, si problematikë shëndetësore pra që prek në fakt kafshët, cili është rreziku apo mënyra apo a ekziston mënyra që ajo të bartet pastaj edhe tek njerëzit? Jo, kjo nuk është sëmundje zoonotike, kjo është sëmundje që ka karakter ekonomik, po dëmi është shumë i madh ekonomik, por arsye se edhe mortaliteti është i lartë, edhe pastaj edhe adresimi i kafshëve për mos u bë sëmundje që bën nga ana e Agjencisë të Ushqimit dhe Veterinisë. Duhet të adresohet për këtë firma, pra kjo sëmundje nuk është zoonotike, nuk ka lënë tek njeri, mirë po ka karakter ekonomik. Njerëzit duhet të shqetësohen për shkak të infeksioneve sekondare që mund të ekzistojnë gjatë infeksionit me këtë virus tek këto dele, mirë po fatmirësisht kjo sëmundje nuk është zoonotike, pra nuk ka lënë nga kafshat tek njeri. Zotëri Heta, përmendet pra që si sëmundje kemi edhe në vendet e rajonit, janë marrë masa nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, ndoshta për një kontroll të shtuar të kafshëve që importohen në vendin tonë? Ne posa kemi marrë informacione që kjo sëmundje ka shpërthyer sidomos në vendet e rajonit, po edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, mirë po edhe në pjesën e vendeve të Evropës. Ne kemi kontaktuar me autoritetet e këtyre shërbimeve veterinare, kemi marrë gjitha masat që mos kemi import të rregullt të këtyre kafshëve në vendin tonë. Gjithashtu kemi marrë masa duke njoftuar edhe policinë, edhe doganat e Kosovës, sidomos vijën e gjelbër, që mos kemi hyrje ilegale të kafshëve sidomos nga Shqipëria dhe Maqedonia. Fatmirësisht nuk kemi informacione që kemi një numër të madh të kafshëve që ilegalisht janë futur në vendin tonë. Ne kemi 2 raste që kemi bashkë me policinë e Kosovës kemi ndalu, dhe ato raste janë kafshë që janë futur ilegalisht sidomos nga Maqedonia. Mi po fatmirësisht këto kafshë kanë rezultuar që janë negativ në këtë sëmundje
dhe bashkëpunimi, bashkëpunimi jonë me vendet e rajonit dhe bashkëpunimi jonë edhe me vendet e Evropës, sa i përket parandalimit të futjes së këtyre smundjeve në vendin tonë është mjaft i madh. Kjo marr parasysh edhe atë që këto smundje kanë edhe karakter përveç epizodik kanë edhe karakter endemik edhe pandemik, kështu që ne jemi vigjilentë sa i përket hyrjeve, sidomos importit e këtyre kafshëve nga këto vende. Rregullat e Bashkimit Evropian e përcaktojnë që secila kafshë që niset nga vendi eksportues për në vendin e destinimit duhet sidomos të jetë i lirë nga smundjet që janë të përcaktuara me legjislacionin edhe tonë nacional, mirë po atë evropian. Kështu që është një bashkëpunim zakonisht i mirë me shtetet e rajonit të Evropës, mirë që të kemi parandalim të futjes së smundjeve si në vendin tonë, mirë po edhe shpërndarjen e këtyre smundjeve në vende tjera. Dhe një pyetje të fundit, Zbreta, përmendet pra që si sëmundje shkaktojnë një dëm të madh ekonomik, pra sidomos tek fermerët të cilët kafshët të cilëve i preken nga kjo sëmundje, pra që paraqitet kryesisht pra të delet dhe të dhit, në këtë rast është konfirmuar. Kompenzohen fermerët pastaj për shkak të këtij dëmi që i bëhet, si funksionon? Fatmirësisht legjislacioni jonë veterinar edhe aktet në ligjore në fuqi. Gjitha rastet ku kemi shpërthim të smundjeve që kanë karakter efektiv, apo që dalin nga programi i parë dhe i dytë i ligjit të veterinarisë, ne si autoritet i kompenzojmë, edhe në rastin konkret. Ferma e cila është dëshuar nga ana jonë, gjitha kafshët do të kompenzohen bazuar në legjislacionin që përcakton edhe çmimin e kafshëve të këtyre ferma, kjo të bazuar edhe në racat, edhe në gjinin, mirë po edhe në karakterin të këtyre kafshëve. Kështu që ne gjitha kafshët që asgjësojmë si agjencion, i kompenzojmë dhe fermerët në këtë rast nuk mund të dëmtohen ekonomikisht për shkak të këtyre smundjeve. Zbreta, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. Ju përshëndes. Përshëndes.